Këshilli i Bashkisë së Fusharzit me propozim të kryetarit të kësaj bashkie Alfred Qafaj ka akorduar të moshuarës Lena Markgjinaj titullin qytetar nderi e Fusharzit me motivacionin veprimtare spikatur dhe e guximshme në përkrahje të arsimimit dhe emancipimit të femrës malcore, duke sfiduar paragjykimet e kohës. Një nën fisnike me shumë fëmijë që përcolli në breza vlerat dhe virtytet e kësaj krahine, duke qëndruar e paepur në përballëmin me dinjitet të pasojave të përsekutimit të sistemit komunist. Bashkia Fusharës, në bashkëpunim me familjen Gjinaj, organizoi ceremoninë e dhënies së titullit qytetar nderi e Fusharzit, zonjës Lena Markgjinaj. Lena edhe aty ku u lind dhe aty ku u martua, me të vërtet ishte një sakrificë për jetën e saj dhe për familjen e saj, që të kaloje me sukses jetën dhe përsëkutimin apo burgosjen e familjarëve të saj, prindërve si dhe bashkëshortit të saj. Falenderoj Bashkinë e Fusharzit edhe popullin e Fusharzit për këtë njerëz që më bën musët. E falenderoj gjithë. Qytetar të Fusharzit, historianë studiues, në ceremoninë e dhënies së këtij titulli, evidentuan vlerët dhe kontributin e Lena Markgjinaj si një nën fisnike e bujare, patriote e arsimdashse, që vjen nga dera e njohur e familjes patriote e me tradita të shkëlqyera patriotike e atëvetare të Marka Dodalis.